Shërbimet ushtarake të sigurisë së Serbisë dhe BIA i kanë dorëzuar presidentit të Serbisë një raport mbi vdekjen e dyshimt të Radomir Kurtiçit, përfaqësues i Jugomport SDRP në Moskë. Siç raporton gazeta serbe Blic, vdekja ka ndodhur më 17 nëntor 2025 në një rrugë të Moskës. Autoritetet serbe kanë pritur deri më sot raportet forenzike nga pala ruse, të cilat ende nuk janë dorëzuar. Radomir Kurtić ndodhej në mandatin e tij të dytë si përfaqësues i Jugomport SDR në Moskë. Një komision i kësaj kompanie ka vizituar zyrat në Moskë dhe ka konstatuar mungesën e një numri të madh dokumentesh, si dhe harddiskëve të kompjuterave. Organet hetuese ruse nuk kanë ofruar asnjë informacion zyrtar për rastin ndaj ambasadës së Serbisë dhe përfaqësuesve të kësaj kompanie në Moskë, pas ndaj shërbimeve të sigurisë në Serbi. Presidenti i Serbisë në një takim me përfaqësues të shërbimeve të sigurisë dhe të kompanisë ka theksuar se askush nuk duhet fajsuar pa prova të forta, por se duhet kërkuar me këmbgulje sigurimi të gjitha informacioneve të nevojshme nga institucionet dhe shërbimet shtetërore të sigurisë në Rusi. Analisti Ron Gjinovci ka reaguar ndaj komenteve për gruan e shfaqur në video me kryeministrin Albin Kurti, duke theksuar se ajo nuk është një plagë e manipulueshme, por një grua me intelekt të spikatur. Sipas Gjinovcit, ajo lexon më shumë se shumica e analistëve dhe madje i ka përmendur Kurtit librin Procesi K. Ai e ka quajtur poshtërsi reduktimin e një njeriu në moshë, veçanërisht të një gruaje, duke e shtuar se videoja është shembulli frymëzues i ruajtjes së identitetit gjatë jetës. Ajo e admiron Albinin, por ne duhet të admirojmë atë grua legjendare, ka shkruar Gjinovci në vijim postimi i tij plot. Zoja në video me Albinin, legjendarja e Mosle nuk është një plagë, pra thjesht një grua në moshë, të cilën po mujta me manipulu kush po doj ka. E nderuamja ka lexuar dhe lexon më shumë se 90% e hibridave të ashtu quajtur analist. Libri i fundit i saj ishte Procesi K, të cilin ja kallëzoi ke kryeministrit. Dyshoj që ndaj hibridit ka lexuar libër në 10 vitet e fundit. Me ja mohu intelektin brillant një gruaje, një njeriu e me reduktu në moshë është goxha e poshtër, aq më tepër një gruaje në shoqërinë tonë e cila i ka shtyp fort gratë intelektualisht, sidomos në qindra vitet e fundit. Unë fashionova me atë video kur pash atë grua, as pak pse Albini është prezent, por për faktin që ajo lexon dhe flet për libra, kësaj e jep një shembull të jashtëzakonshëm të mirëmbajtjes së intelektit gjatë gjithë jetës. Ajo thot se admiron Albinin, por na krejt druhemi me admirua të gru legjendare. Burri i presidentes Vjosa Osmani, Prindon Sadriu, pas tërheqjes së kompanisë Jared Kushner, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump, nga ndërtimi i një kompleksi luksoz në qendër të Beogradit, duke e ftuar atë që investimi ta bëjë në Prishtinë. Sadriu, përmes një postimi në rrjetin social X, ka ftuar kompaninë që investimin ta bëjë në Grand Hotel, duke deklaruar se ky investim do të bashkonte njerëzit. Tërheqja nga projekti në Beograd përforcon një të vërtetë të rëndësishme: projektet që vlejnë janë menduar për të bashkuar njerëzit, jo për t'i ndarë ata. Relokimi i këtij vizioni në Prishtinë dhe transformimi i Grand Hotel në një Trump Hotel do të rivitalizojë një lokacion të rëndësishëm dhe do të bashkonte njerëzit, ka shkruar ndër të tjera ai.